duke u thirrur në Kadri Veselin, Xhavit Halitin dhe politikaj të ndryshëm në Kosovë kanë arritur që përveç dëmeve kolaterale të mund të dëmtojnë vetëm e gatshme mbi 840.000 euro. Ka filluar dëshmin biznesmeni Faton Dalladaku si i dëmtuar në rastin ku Ismet Osmani, i njohur si Curri, Samin Nika, Ilir Bojku dhe Mentor Maqani akuzohen për veprat penale, fajde dhe detyrim, ndërkaq i akuzuari Adil Thaqi ngarkohet me veprën penale mashtrimi. Dalladaku foli për pasurinë që e kishte deri në vitin 2011, duke thënë se posedonte shumë toka si pronar i vetëm, pasi partnerët e tij ishin tërhequr në disa projekte. Kam pas afërsisht 30 hektar tokë që kam qenë pronar mbi 30 hektar. Apo mbi 1 milion euro kam pas mjetet të gatshme në bankë, kam pas një banesë afër Grandit përballë Unikut në prosintime, në qytetin Pejtan lokal zyre vërtet, shtëpi zyre, mbrapa Hotel Sirius, lokale banesë 250 metra katror. Kam qenë pronari biznesit me 3 njësi Western Union me kapitalin e nevojshëm. Veç këtyre, Dalladaku tha se ka pasur kompani për paluajtshmëri, ishte pronar i fakultetit të modës, ka pasur qendrën për distribuimin e artikujve ushqimor, ishte pronar i vetëm i qendrës medicinale që ishte në ndërtim e sipër, pronar i qendrës kardiake të Kosovës, tani Spitali Amerikan e njësër asetësh tjera. I dëmtuari tha se grupe të ndryshme, duke përfshirë edhe konkurrentët e tij, e kishin cak për ta mashtruar dhe sjell në situatën në të cilën është. Kam qenë cak i individëve dhe grupeve të ndryshme dhe jam i bindur që një kohë të gjatë jam vëzhguar në përcjell në mënyrë që ta gjejnë momentin e duhur në forma të ndryshme, të jashtëligjshme, të më mashtrojnë, pastaj me kërcënime, friksime, të më shtyjnë, të bëj veprime në dëmtimin dhe të familjes time. Përmes profesorit tim të shkollës së mesme, Kadri Rexhepi, së bashku me Rahim Hashimin dhe Kremlikën, më janë afruar të një kohë të 2 vjeçare, domethënë 2013, duke u thirrur në Kadri Veselin, Xhavit Halitin dhe politikaj të ndryshëm në Kosovë kanë arritur që përveç dëmeve kolaterale të mund të dëmtojnë mbi 840.000 euro. Në llogari bankare s'kam fare hiç mjete. I dëmtuari, dëshminë e tij do ta vazhdoj edhe në seancën e nesërme. Paraprakisht në seancë, sërish të pafajshëm janë deklaruar të gjithë të akuzuarit. A ti je shfaqur për veprat penale? Për cilat gatuosh? Jo. Palët shndruan pranë fjalëve hyrëse të dhëna më parë, kurse avokati i Currit, Besnik Berisha, tha se do të provohet se prokuroria ka cënuar çdo hetim të paanshëm. Do të provohet se milioneri që deshti të shëmtishaj milionat e tij, duke korruptuar njerëz në kuvende qeveri, ishte thjesht një aferist rrezikant, por jo një i dëmtuar në gjendje të vështirë ekonomike. Aktakuza ndaj 5 të akuzuarve është ngritur me 19 nëntor 2021.